إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për begatitë dhe mirësitë e njëpasnjëshme që Allahu Azza wa Jall na nderon. Një ndër mirësitë më madhështore që Allahu Azza wa Jall nderoi njerëzimin është ditët e bekuara që janë në vijim, ku Allahu Azza wa Jall këto ditë I bekoi. Këto ditë Allahu Azza wa Jall I përzgjodhi dhe I madhëroi. Si transmetohet nga Katade I cili thot, tek fjala Allahut Azza wa Jall që thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin Kerim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allahu Azza wa Jall krijon çfarë të don, dhe nga krijimi I Atij përzgjedh Allahu Azza wa Jall atë që don. Thot Katade, Allahu Azza wa Jall përzgjodhi melek nga Allahu Azza wa Jall përzgjodhi të dërguar nga mesi melekëve dhe përzgjodhi të dërguar nga mesi njerëzve. Dhe Allahu Azza wa Jall përzgjodhi tokat më të bekuara në sipërfaqen e dheut që janë shtëpitë Allahut. Dhe Allahu Azza wa Jall përzgjodhi fjalën më të mira për mendja e Tij. Dhe Allahu Azza wa Jall përzgjodhi nga muajt e shenjtë dhe muaji Ramazan. Dhe përzgjodhi Allahu Azza wa Jall net të bekuar dhe nga netët më të bekuara Allahu e përzgjodhi natën e Kadrit. Dhe nga ditët Allahu Azza wa Jall përzgjodhi ditët e bekuara të Dhul-Hijjës dhe ditën e Gjuma. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall përzgjodhi nga gjithë viti ditët më të bekuara, më të shenjta, më të madhëruara, më me vlerë dhe më të dashura tek Allahu Azza wa Jall janë ditët e para të Dhul-Hijjës. Si thot Ibn Qayyim se netët më me vlerë janë dhe netët e fundit të Ramazanit, ndërsa 10 ditët më të bekuara janë 10 ditët e para të Dhul-Hijjës. Pra transmeton Ebu Uthman an-Nahdiu I cili thonte se selefët ishin të kujdesshëm që t'i madhrojnë ato që I madhroi Allahu Azza wa Jall. Pra ata ishin të kujdesshëm që 30 që t'i madhrojnë 10 netët e fundit të Ramazanit, 10 ditët e para të Dhul-Hijjës dhe 10 ditët e para të muajit Muharram, ku Allahu Azza wa Jall muajin Dhul-Hijjë e përzgjodhi që ta përmbyll vitin, vëllezër të ndershëm. Dhe nga mirësia e Allahut Azza wa Jall, aq Allahu mirësitë e Tij si zakonisht I lën në fund, të përzgjedhurit janë në fund. Pra atë kur pyet pejgamberi Allahu se cila është duaja, lutja më e ndëgjuar tek Allahu Azza wa Jall, pra cila është lutja më e pranuar tek Allahu Azza wa Jall, pejgamberi Allahu të përgjigj dhe tha, lutja më e ndëgjuar tek Allahu Azza wa Jall është ajo që bëhet në pjesën e fundit të natës. Dhe lutja më e ndëgjuar tek Allahu Azza wa Jall është lutja që bëhet në fund të namazit. Dhe thot pejgamberi Allahu se dita e Gjuma është një çast që Allahu Azza wa Jall nuk e kthen lutjen mbrapsht. E kur o pyet Abdullah ibn Selami e përcaktoi dhe tha, unë e di se cili është ky çast që Allahu Azza wa Jall ditën e Gjuma e pranon lutjen. Ajo është mes ikindis dhe akshamit, pra në fund të ditës së Gjuma.
Pra vëllezër të ndershëm, dhe Allahu Azza wa Jall natën e bekoi natën e Kadrit. Dhe atë nuk e bani në fillim të Ramazanit, mirë po në fund të Ramazanit. Dhe thot pejgamberi Allahut, innamal a'malu bil khawatim, veprat janë sipas përfundimit. Tek Allahu Azza wa Jall në konsiderat veprat janë sipas përfundimit, jo sipas fillimit. Pra kjo është madhëria e madhe e Allahut Azza wa Jall, ku Allahu na merr në konsiderat si përfundojmë jetën e jo si e fillojmë jetën. Pra vëllezër të ndershëm, dhe Allahu Azza wa Jall i bekoi këto 10 ditë dhe i përzgjedhi që të jenë në fund të muajit që përmbyllet viti, që ka shansën që njeriu të arrijë shpërblimin e Allahut dhe kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall në mesin e këtyre 10 ditëve. Para transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu, i cili thonte pejgamberi Allahut, s'ka ditë që vepra më madhore më e dashur tek Allahu Azza wa Jall as se sa këto 10 ditë. Than ja Rasulullah, as gjihadi në rrugën e Allahut nuk ja te i kalon në veprave që bëhen gjatë këtyre ditëve. Tha pejgamberi Allahut, as gjihadi në rrugën e Allahut nuk mund të barazohet me veprat që krijen gjatë këtyre 10 ditëve. Përpos një njeri që del nga shtëpia e tij me veprën e tij dhe me pasurinë e tij dhe mo nuk kthehet në shtëpinë e tij. Pra vëllezër të ndershëm, këto 10 ditë janë garat më të mëdha. Këto janë finale që Allahu Azza wa Jall ka hap, mirë po para se të flasmi se cilat janë veprat më të preferuara që të veprohen këto 10 ditë, vëllezër të ndershëm, është mirë që të dimë përse Allahu i përzgjodhi këto 10 ditë, cila është urtësia dhe i kemeti pse këto 10 ditë janë të bekuar. Pra vëllezër të ndershëm, historimin e njerëzimit që thot Ibn Taymija, mes dorimit, sakrificës dhe fitores janë përmbledhur në këto 10 ditë. Gjithashtu vetëm këto ditë kanë mundësi që të përmbledhen, të bashkohen shtyllat e Islamit, ku pejgamberi Allahu na tregonte se Islami përbohen nga 5 shtylla. Shtylla e parë është shahadeti që thonte pejgamberi Allahut, fjala më e mirë që e kam thonë unë dhe pejgamberët e mëparshëm, dëshmia. Fjala më e mirë që e ka thonë pejgamberi Allahut dhe pejgamberët e mëparshëm në veçanti këto 10 ditëve. Gjatë këtyre 10 ditëve, në veçanti ditën e Arafatit, s'ka dhikr më me vlerë tek Allahu Azza wa Jall se sa dëshmia. A dini përse vëllezër të ndershëm, se bashkë në tokat e Arafatit Allahu Azza wa Jall ka morën besatimin nga njerëzimi. Pra Allahu Azza wa Jall ditën e Arafatit gjatë këtyre 10 ditëve, në përmbylljen e këtyre 10 ditëve, ditën e fundit të këtyre 10 ditëve, Allahu ka morë besatimin nga mbar krijesat e tij. Ku thot Allahu Azza wa Jall, wa idha kharaja rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allahu Azza wa Jall të dëshmon që e kanë nxjerrën shpirtën nga shpina e Ademit ditën e Arafatit. Pra gjatë këtyre 10 ditëve ne ka nxjerrë Allahu që gjithë shpirtët dhe ka dëshmu për madhrinë e tij. Ka dëshmu Allahu Azza wa Jall. Allahu ka marrë një besatim nga njerëzimit se kush është Zoti juaj, kush është që e meriton adhurimin, kush është Zoti juaj. Të gjithë po uan dhe thanë, ti e Zoti jonë. Tha pra dëshmoni, mos dilni ditën e gjykimit dhe të thoni dhe të pohoni se ne nuk kemi qenë të informuar. Ditën Arafatit vëllezër të ndershëm ka ndodhur kjo ndodhim madhore. Që thot Ibn Abbasin, tokën Arafatit për këtë arsye haxhiler të borin rrogtimin e madh. Dhe thot pejgamberi Allahut se haxhi është Arafat, çdo se ka mundësi të kompensohet në elementet e haxhit. Përveç se Arafati s'ka kompenzim, pra shtylla e haxhit është Arafati, nga se duan të dalin të këtë tokë dhe të ripartërin dëshmin që ja kanë thonë Allahut Azza wa Jall. Pra thonë të pejgamberi Allahut fjallën më të mirë që e kam pohu, që e kam thonë unë, dhe gjithë pejgamberët e mëparshëm që kanë qenë para meje, fjalla la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo janë dëshmia që Allahu Azza wa Jall ka marrë gjatë këtyre ditë. Ndodhit madhore kanë ndodhur gjatë këtyre ditë, thua disa transmetime se ditën e parë të Dhul-Hijjës Allahu Azza wa Jalla ka pranuar pendimin e Ademit alayhis salam. Ditën e parë e Dhul-Hijjës Allahu Azza wa Jalla pranon pendimin e Ademit alayhis salatu wassalam. Në ditën e ditë të këtyre Dhul-Hijjëve Allahu Azza wa Jalla pranon duan e Zekerias alayhis salam. Motivim për ata që nuk ka realizuar kërkesa e tyre. Kanë rastin që gjatë këtyre ditëve t'i lutën Zotit tyre si që lutë Zekeria alayhis salam. Pasi që shpresët ishin thuajse zero, megjithatë Allahu Azza wa Jall jo që ju përgjigj Zekerias alayhis salatu wassalam, mirë po Allahu e nderoi me fëmijë Yahya alayhis salam dhe e përzgjodhi që të jetë pejgamber i veçantë, i vetmi pejgamber që a dekoru dhe a shpall si pejgamber në moshën 40 vjeçare. Është vetëm Yahya alayhis salatu wassalam dhe i vetmi pejgamber që Allahu ja ka përzgjedh emrin Allahu para se të lindësh Yahya alayhis salam. Pra dhe Isa alayhis salam edhe pse ka folë në gjep nuk ka qenë pejgamber prej fëmijëri përveç se Yahya alayhis salatu wassalam. Pra Allahu e ka përgjigj duan e Zekerias alayhis salam gjatë këtyre ditëve. Dhe thua disa transmetime Allahu Azza wa Jall në ditën e tretë të Dhul-Hijjës Allahu Azza wa Jall e ka shpëtu Yunusin alayhis salatu wassalam dhe ja ka ek gjithë mrenga që u gjinte në gjendjen katastrofale. Pra ti që gjindesh në gjendje dhe ke probleme dhe nuk i gjithë zgjedhje, por kjo është ilaçe që Allahu Azza wa Jall na ka përbrun Kur'ani Kerim dhe na ka tregu për Yunusin alayhis salam, i cili thot Allahu Azza wa Jall në Kur'ani Kerim walaula annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Yunusi alayhis salam mos ke qenë nga ata që e madhrojnë Allahun Azza wa Jall, do të kishte ndruar në barkun e peshkut deri në ditën e Kiamet. Dhe ditën e ringjalljes mirë po Yunusi alayhis salam çfarë dëshmoi dhe çfarë tha? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Pra Yunusi alayhis salam e tha fjalën më madhore, më të lartë, më të dashur tek Allahu Azza wa Jall, fjala la ilaha illa Allah. Pra Ibn Qayyim thonte për fjalën la ilaha illallah kriju tokë dhe qiell. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jalla ka bën dëshmitar të kësaj fjale veten e tij dhe me lekët dhe dietarët. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jalla ka kriju njerëzit dhe xhinat. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jalla ka dërgu pejgamber. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jalla ka zbrit libra. Për këtë fjalë Allahu ka kriju xhenet dhe xhenem. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jall ka kriju peshore që peshohen veprat në bazë të kësaj fjale. Dhe njerëz shpërblen ditën e gjykimit në bazë të kësaj fjale, apo ndëshkohen në bazë të kjo fjale. Pra fjala la ilaha illallah, siç tha Nuhi alayhis salam para se me vdekën vëllezër të ndershëm, ja lën testament djalit vet, tha o bir jam dëgjo. Tha si kur toka dhe qiella të bashkohen dhe të bojnë në një kut, në një rreth, një halk, dhe të vjen fjala la ilaha illallah, s'kan mundësi kjo halk të reziston para fjalës la ilaha illallah. Për këtë arsye Allahu, për këtë fjalë Allahu Azza wa Jalla e bojni të shenjë nderin e muslimanit. Allahu e bani të shenjë gjakun e muslimanit. Allahu e shenjë të roj malin e muslimanit. Për shkak se fjala la ilaha illallah është fjalë madhore që Allahu Azza wa Jall nuk e pranon besimin e askujt, vetëm ai që depërton tek Allahu Azza wa Jall paraqitet nëpërmes kësaj fjale, fjalës la ilaha illallah. Në këtë ditë vëllezër të ndershëm që transmetohet Nuhi alayhis salam, Allahu Azza wa Jalla i bënanie ditën e 4. Siç transmetohet me disa transmetime se Nuhi alayhis salam, ania Nuhit ndalën në vendin Gjodi në këto 10 ditët.
Në këtë ditë vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jalla përmbillën Allahu Azza wa Jalla adhurimin e Musait alayhis salam, ku Allahu thot në Kur'anin e Kerim se obligua Musain që ta agjeron 30 ditë e pastaj ja plotësua me 10 ditë që të komunikon me Allahun Azza wa Jall, dhe Allahu që dorëzon Teuratin Musait alayhis salam apo të komunikon direkt me Allahun pa ndërmjetësues në fund të këtyre 10 ditëve. Dhe thuat me disa transmetime se gjatë këtyre ditëve, ditën e tretë të këtyre Dhul-Hijjës, ka lind Isa alayhis salam, mrekulli prej anës Allah. Dhe mrekulli që kanë lind gjatë këtyre ditëve vëllezër të ndershëm, mrekulli është Isa alayhis salatu wassalam, i cili ka lindën pa prindër, dhe Musa alayhis salam ka lindën ditën e 4 apo ditën e 5 të Dhul-Hijjës, ku Allahu Azza wa Jalla na tregon se ka bën mrekulli dhe për Musa alayhis salatu wassalam, që e ka shpëtuar nga Firauni, jo vetëm që e ka shpëtuar, mirë po Allahu Azza wa Jalla ka nënshtruar Firaunin që të jetë kujdestar, që ta financon dhe të rrit Musa alayhis salatu wassalam, dhe ki fëmijë të bëhen një ditë të rritë dhe tja përmbis pushtetin atij që ki shprik Firauni alayhis salam. Pra në këto ditë ka ndodhur mrekulli të shumë të vëllezër të ndershëm, vetëm neve na tregohen për di mrekulli e mos flasmi për atë që cilën këto 10 ditë thuajse a përmbillën jeta atij të cili ka sakrifikuar më shumë për Allahun Azza wa Jall. Ibrahimin alayhis salam në këto 10 ditë e kanë përfunduar ndërtimin e Kaabës. Ismaili alayhis salatu wassalam bashkë me Ibrahimin dhe ju kanë lutur Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall këtë lloj ibadeti Allahu që ja pranon gjatë këtyre 10 ditëve, dhe ditën e 8 që fillon ritmi apo adhurimet e haxhit. Kja sekreti vëllezër të ndershëm që lidhet me babën e pejgamberëve Ibrahimit alayhis salatu wassalam, ku Allahu Azza wa Jall ditën e 8 ja shfaq në ëndër Ibrahimit alayhis salatu wassalam që urdhënohet prej anës Allahut që ta ban djalin e tij kurban, dhe Ibrahimi alayhis salatu wassalam ditën e Arafatit e shqirton ëndrrën e tij, pra e vërteton ëndrrën e tij ku i shfaqet kohen përsërish Allahu Azza wa Jall e urdhënon, dhe Ibrahimi alayhis salam nuk e vonon po ditën e Kurban Bayramit, e rrezon djalin e vet Ismailin për t'u përgjigj Allahut Azza wa Jall për ta bërë kurban, dhe në ditën e dritën më madhështore tek Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall ditën e Kurban Bayramit, Allahu Azza wa Jall e shpëton Ismailin dhe neve na i ban simbol të kësaj sakrifice të madhe që me therr ditën e kurbanit, një kurban. Pra vëllezër të ndershëm, në këto ditë ka ndodhur një ngjarje madhore ku Allahu Azza wa Jall në ditën e Arafatit Allahu i përmbill nimetet, begatit e tij, ku Allahu Azza wa Jall e përmbill dhe librin e fundit. Pra thash Allahu Azza wa Jall në fund ka përzgjedh çka nuk ka zgjedh në fillim. Pat Allahu e boni më të lartë, më të përzgjedhur, më të mirë pejgamberin Allahu, nga sa pejgamberi i fundit, dhe Kur'ani Kerimin e Allahu Azza wa Jall e boni mrekulli të pavdekshme, nga sa libër i fundit. Për këtë arsye Allahu e plotësoi ditën e Arafatit me një ajet që e zbriti Allahu Azza wa Jall ditën e Arafatit pas namazit të ikindis, ku pejgamberi Allahut ishte hipër në deve, ku Allahu Azza wa Jall ja zbriti këtë ajet dhe tha: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot on e plotësova begatin time ndaj jush, dhe i plotësova begatit, dhuratat e mia ndaj jush, dhe islamin fe tuaj e përzgjedha, dhe mur Allahu Azza wa Jall përsipër në ditën e Arafatit që Allahu Azza wa Jall ta ruan këtë fe, Allahu Azza wa Jall të kujdeset për këtë fe deri ditën kur Allahu ka vendosur që të ekziston kjo fe. Pra këto ditë vëllezër të ndershëm janë ditë madhore, për atë Allahu Azza wa Jall në këto ditë jo vetëm që ka blejan Allahu Azza wa Jall shpirtat e njerëzve, po Allahu Azza wa Jall në këto ditë i ka blejan e me çmim të lartë dhe frimarja të njerëzve, cilët kënë këto frimarje që Allah i blejti për njerëzve. Do t'i flasmi disa fjalë në hutbën e dytë
Lusim Allahun Azza wa Jall që këtyre ditëve të jemi më aktiv, nga se këto janë 10 ditë që thon te Ibn Taymija i përmbledh 5 kushtet e Islamit, para ta nëse pyet dikush kur është më e preferuar që nxjerrët zekati, ditët e 10 ditëve të Dhul-Hijjes janë më të preferuar se ditët e Ramazanit, nga se në 10 ditët e Dhul-Hijjes bashkohen të gjithë llojet e ibadetit, është namazin, është zekati, është agjerimi, është haxhi. Para duhet të përsëritet dhe të thuat dhe shahadeti që të jetë gjeshtillët e Islamit të plotësohet, ai që Islamin e tij e plotëson, Allahu Azza wa Jall ja plotëson dhe mirësitë atij, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na bën aktiv në këto 10 ditë që cilët do të fillojnë nga dita e hanë, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall haxhilerëve që janë nisë misafir të Allahut, Allahu Azza wa Jall haxhirat atyre ti pranon, lutet atyre ti ndëgjon, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i japë shëndet që t'i krijnë ibadetet siç don Allahu Azza wa Jall, dhe t'i kthen në familje rahat, mirë shdosh, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që t'i kthen të pasruar nga gjunat siç kanë lind atë ditë, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që atyre që Allahu s'ja ka mundsuar të jenë misafir të Allahut, Allahu t'ja mundson dhe viteve të ardhshëm. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, një ndër ibadetet më madhore që Allahu Azza wa Jall ka bërë mrekulli për njerëzimin dhe robët e tij që të afrohen dhe të pajtohen me Zotin e tyre, anë që Allahu Azza wa Jall blejti nga to dhe frimarjet e tyre. Forma e blerjes së frimarjeve nga Allahu Azza wa Jall është dhikri, përmendja Allahut. Përmendja Allahut Azza wa Jall asgjë nuk të kushton mirë, por Allahu Azza wa Jall është më me vlerë gjatë këtyre ditë. Ka se thot Allahu Azza wa Jall wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dhe të madhrojnë Allahun Azza wa Jall gjatë këtyre ditë, dhe thonë të ka dhe madhrone atë që Allahu Azza wa Jall e ka madhru, do të jeni të madhruar tek Allahu Azza wa Jall. Ai që e përmend Allahun Azza wa Jall në vetëmi, siç ka në hadith al-Qudsi, Allahu Azza wa Jall e përmend në vetëmin e tij. Ai që e përmend në publik Allahun Azza wa Jall, që dilte e Abu Hurajra dhe Abdullah ibn Umar në treg dhe bërtiçi dhe ngriçi zonin la ilaha illallah, Allahu akbar. Pra bajshin dhikër me publikisht, Allahu nga se thonë se Allahu Azza wa Jall ka thonë ai që e përmen Allahu në vetëmi, Allahu e përmen atë në vetëmi. Kurse ai që e përmen Allahun Azza wa Jall publikisht, Allahu Azza wa Jall i mbledh me lekët dhe e përmen ata në mesin e melekëve. Unë dhe ti vëllai i dashur musliman, përmenemi tek Allahu Azza wa Jall mesin e melekëve, nga se na po e përmenemi Allahun Azza wa Jall. E që ta përmenemi Allahun Azza wa Jall, lejo të ndërshëm, ki është ibadeti më i lehtë, para të thonë të pejgamberi Allahut se di fjalë janë të dashurat e Allahut me vesh tek Allahu Azza wa Jall. Janë të lehta në gjuhë, nga se ibadeti më i lehtë është ibadeti gjuhës. Si kur të kishte qenë në përmendje Allahut me lëvizjen e dorës, njeri ishte lodh. Si kur të ishte qenë me qëndrimin kam, njeri lodhët. Mirë po kur lodhët njeri nga të folit, a kin të gjujani po ven me flet nga se a lodhë të fol. Kjo nuk ndodhë. A dini përse vleo të ndërshëm gjuha asnjëherë nuk lodhët, nga se dhikri që thon Ibn Abasi dhe nënvizoja këtë, i vetëmi ibadet që Allahu Azza wa Jall nuk ka lënë kufi, nuk ka përcaktu kufi, dhe nuk ka përcaktu në formë, edhe nuk arsyetohet ai që përmend Allah. Përmend Allahun Azza wa Jall shtrit, përmend Allahun kam, përmend Allahun olën, përmend Allahun punë, përmend Allahun jashtë punës, përmend Allahun nuk kur je në pritje, përmend Allahun në varfëri, përmend Allahun në pasuri, përmend Allahun kur je i smur, përmend Allahun kur je i shëndosh. Pra i vetmi dhikr, i vetmi ibadet që nuk ka për kufizime, nuk ka metoda dhe forma, është përmendja Allahut Azza wa Jall, wadhkurullah dhikran kathira.
përmen Allahun Azza wa Jall shumë dhe thonte Muhammed el-Quradhi. Zonë si Ibn Abbasit që ka komentu Kur'ani Kerimin, i cili ishte me prejardhje që i fute kaloj në Islam u bon nga djetarët e shtuar dhe nxënësit e dalluar të Ibn Abbasit. Thonë të mu paskon që dikush justifikohet arsjetohet mos me përmen Allah. Pra më konë që Allahu Azza wa Jall ja kishte leju dikujt mos ta përmen Allah, s'ka problem për ti arsjetuar. Tha do t'ishin arsjetu diloj njerëz këtë dunja. Kush janë këto? I pari nga to, tha Zekeria a.s. I cili e premtoj Allahut Azza wa Jall shenjë, ku Allahut i lipi me jep një shenjë që Allahu Azza wa Jall po ban mrekulli me mu, që Allahu Azza wa Jall në pleçni po mbegaton me fëmi. Atër Allahu Azza wa Jall i thot Zekerias a.s. Tëra dit mos i flis as kujt. Nëse të pyet dikush veç ja ban me isharat për vetë se tha vetëm përmen Allahun shumë. Tha mu paskon që Allahu Azza wa Jall e kish justifiku dikan mos me përmen Allahun, e kish justifiku Zekerian a.s. që mos ta përmen Allah. E dita është ato të cilët luftojnë rrugën e Allahut, që Allahu Azza wa Jall thot që ndëroni kur të ballavaçoni me armikun, wadhkurullaha kathiran, dhe Allahun përmendet shumë. Aja është i angazhuar, i preokupuar, aja është në vjen e parë. A janë sul me gjitha ta thot përmen Allahun shumë. Para të thonë të Aisha, pejgamberi Allahut e ka përmen Allahun Azza wa Jall vazhdimisht. Pejgamberi Allahut e ka përmen Allahun vazhdimisht, s'ka pushu as njëherë. Pejgamberi Allahut para të kërë përpyt pejgamberi Allahut, ma le një testament o i dashir e Allahut, tha mujsh me vdek dhe gjua jote të jetë e njom me përmenjën Allahut Azza wa Jall. Mos pusho duke përmen Allahun. Para të pejgamberi Allahut, vetëm një rast, vetëm me një gjendje se ka përmen Allahun, dhe për shkak mos përmenjës Allahut ka kërku fal. Transmeton Aisha që e ka nxjerrë Imam Buhariu, pejgamberi Allahu kur ka inë në WC në tualet, nuk e ka përmen Allah. Tha mirë po kur ka dalë pi tualetit WC-s, çka ka thonë pejgamberi Allahu që na ka mësuar dhe neve që jetë sunet i umetit pejgamberit Allahut, ghufranek o Zot fal. Çfarë boni pejgamberi Allahu që të falet ta për çka se kaloi një çast nuk e përmeni Allah. Për shkak se i kaloi pejgamberit Allahut në jetë një çast që nuk e përmeni Allahun Azza wa Jall. Dhe kërkon pejgamberi Allahut falje pej anës Allahut Azza wa Jall. Ndërsa vëllezër të ndershëm, ne të cilët pretendojmë se na pasues të pejgamberit Allahut, sa ne e përmendim Allahun Azza wa Jall, për këtë arsye përmendja Allahut Azza wa Jall këto ditë është madhore tek Allahu Azza wa Jall. Para të thonte Ibn Qayyim se me vdekjen e njeriut ndërprehen të gjithë llojet e ibadetit. S'ka ibadet pas vdekjes përveç se dy lloj ibadeteve. Njëna prej atyre që është madhore që nuk ndërprehet dhe pas vdekjes është përmendja Allahut. Transmeton Imam Muslimi sa unetin nga Xhabiri, që tha pejgamberi Allahut se banorët e xhenetit hajnë dhe pinë, mirë po tha asnjëherë nuk dalin tualet dhe në WC. Tha ja Rasulullah, si ka mundësi që të hajnë dhe të pinë edhe gjithashtu nuk shkojnë tualet dhe në WC, tha pejgamberi Allahut, nga se ata si e të retin ushqimin e tyre, tha të retja ushqimit e tyreve ne i thojmë me guksim. Bëhet një lloj gokësimi dhe gjerësi që në trupin e tyre, tha era e tyre është era e miskut. Pastaj tha pejgamberi Allahut dhe ato inspirohen ta madhrojnë Allahun Azza wa Jall, të thojnë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. E madhrojnë Allahun, tha inspirohen sikur ju që i mirë një frim. Sikur ju që mirë një frim, alo dhe dikush të mërë frim, thot prit pak se pinsa pasi jam qu dërmova të mërë frim. Pra në xhenet s'ka lodhje, po ka thonë Malik ibn Dinar dhe ka të nënvizoj. Dhe Allahu Azza wa Jall nuk e ndërpren këtë lloj të ibadetit, nga se s'ka kënaqësi më të madhe se përmendja Allahut. Dhe Allahu s'ka dashur që këtë lloj të përmendjes, që këtë lloj të ibadetit janë ndërpreje robëve të vet. Ka dashur që lloj ibadetit të vazhdon me to dhe në xhenet.
Para të leo të ndërshëm, xhenetlit kënaqen duke përmend Allahun Azza wa Jall, po banorët e dunjas gjithashtu kënaqen duke ndëgju për dinin e Allahut dhe duke përmend Allahun Azza wa Jall. Për ata nuk ka kënaqësi dhe nuk ka xhenet në dunja, vetëm ku përmendet Allahu. Thonte Ibn Taymija, ai cili e privon veten e vet dhe nuk ban pjesë në kopshtet të xhenetit kësaj dunjas, e ka vështirë që të hinë në kopshtet e xhenetit. Thonte pejgamberi Allah që transmeton Enes ibn Malik, nëse kaloni pranë kopshteve të xhenetit, pushonin do, qetësonin do. Thanë që të cilët janë kopshtet e xhenetit, tha ku përmendet Allah. Thot Ata ibn Abi Rabah, Ata ibn Abi Rabah, cilët janë me xhlisët ku përmendet Allah. Jo janë me xhlisët e dervishëve që srotullohen dhe sillen, dhe të cilët bojnë dhikr sipas atyre. Dhikri është Ata ibn Abi Rabah. Tha dhikri me xhlisi dhikrit është vëllezër të ndëshër, ku mësohet halali dhe harami, ku mësohet si me adhuru Allahun Azza wa Jall, ku mushën batarit e imanit, ku zemra gjallërohet, ku imani ripërtrihet. Për atë ndëgjon e një hadith më të çuditshëm jetën time që e kam ndëgju nga pejgamberi Allahut, që thot pejgamberi Allahut, dhe kjo është hadith fantastik i cili i dalluar i veçantë që e ka thonë pejgamberi Allahut, dhe unë këtë pyetje ja parashtroj ku thot pejgamberi Allahut se imani është i ndërtuar me më shumë se 70 apo 60 degëzime. Dega me e lartë fjala la ilaha illallah, ndërsa dega me ult është me hek një penges nga rruga. Ka thonë dhe turpi është nga imani, dhe unë po pis, ama let e ke me thonë la ilaha illallah apo me largu një gur nga rruga. S'ka dishim se me thonë la ilaha illallah nuk kushton kur gjohë dhe nuk lodhesh për ta. Kjo është me e let, ama pse kjo është dega me e lartë? Dhe kjo është margarita e kësaj ditës së xumës, mereket vëllai i dashur musliman. Pse pa Allahu Azza wa Jall e ka bën fjalën la ilaha illallah më të lartë, edhe pse është më e lehtë, nga se Allahu Azza wa Jall tërthorazi na tregon se nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që s'dinë. Ai që s'di ka mundësi një guri me largu prej rrugë. Çdo kush ka mundësi me largu një gur për rrugën, ndërsa me përmen Allahun, me njoft fen Allahut, me madhru Allahut, me mësu për dinin Allahut, nuk ka mundësi çdo kush. Pra edhe pse është e lehtë, mirë po është me vlerë tek Allahu Azza wa Jall, nga se ai që e shqipton këtë fjalë e shqipton dëshminë më të madhe që Allahu Azza wa Jall ka dhuru. Pra vëllezër të ndershëm, ne pse me përmen Allahun dhe me këtë pe përfundoj, pse me përmen Allahun, nga se Allahu Azza wa Jall ka kriju mrekullira në krijesat e tij. E shef fëmijën të vogël kur ta shef pas disa viteve dhe të sa kanë shërrit. Për këtë arsye ku ta shif këta e përmen Allahun. Thot subhanallah. Allahu pse e don këtë fjalë? Për shkak se e din se këta s'munet me bën kurkush. Atë ka ndodhë dhe njerë me dollë në pazar me blejnë një golf njësh, edhe ai që e shetë golfi njësh të ngothot, që do 5 vetë jetë njësh, amo ki bëhet dish ma vonë.